Gjithashtu dhe omega 3, gjithmonë pyesin, a mund ta marrim omega 3 në verë? Patjetër që e marrim, nuk ka asnjë lloj kufizimi të omega 3 për stinët. Omega 3 është shumë e mirë në dimër, në verë, pra në të gjitha stinët e vitit. Omega 3 rrit edhe të hidraton lëkurën, pra nga rrezatimi i diellit na thahet lëkura, ul inflamacionin, është shumë e mirë për sistemin nervor, për shikimin, pra është një suplement që duhet ta marrim dhe në stinën e verës. Gjithashtu magnezi duhet marrë, pasi duke u djersitur, duke rritur aktivitetin fizik dhe temperaturat e larta, kemi lodhje, kemi dehidratim, dhe magnezi është pjesë e elektrolitëve, kështu që duke marrë atë, na ikin dhe ngërçet kur bëjmë not, kur bëjmë aktivitet në ecje, pra krampet muskulare që ndodhin dhe natën në gjumë, dhe magnezi është pjesë e stinës së verës gjithashtu, sepse është pjesë e elektrolitëve. Dhe vitaminat që janë për lëkurën, që përmbajnë biotinën, që përmbajnë B12-ën, dhe B12 heqet dhe lodhjen, sepse gjatë verës ndihemi të lodhur, se dita është e gjatë, aktivitetet janë më të shumta dhe